Në një seancë të gjatë plenare që zgjati rreth 12 dhjetor, socialistët u shprehën kundër ngritjes së dy komisioneve hetimore të kërkuara nga demokratët. I pari për tetuar veprimet e zyrtarëve shqiptar në raport me ish agjendin e FBI-s Charles McGonigal u cilësua nga shumica si pa justifikuar. Deputeti socialist Blendi Çuçi tha se kuvendi nuk mund të bëjë gjyqje për çështje që janë hetuar nga drejtësia amerikane dhe se në asnjë dokument zyrtar nuk ekziston asnjë kauzë ndaj ndonjë zyrtari shqiptar. Dhe në rastin konkret, fatkeqësisht vëmë re se nuk paraqiten fakte, prova, dokumenta apo të dhëna të besueshme që të tregojnë se autoritetet shtetërore shqiptare kanë kryer veprime të paligjshme që kërkojnë hetim parlamentar. E përcakton qartë që ngritja e komisionit kur e kërkon 1/4 e deputetëve është e detyrueshme. Shkojmë më lart. Neni 5 i ligjit thot po të njëjtën gjë. Është e detyrueshme. Shkojmë akoma më lart, kryetar. Se neni më pas ligji ka dhe detyrime për ju që duhet bëni juve. Neni 77 i kushtetutës e thot fare qartë. Kuvendi ka të drejtë dhe me kërkesë të 1/4 të gjithë anëtarët e tij është i detyruar të caktojë komision hetimi për të shqyrtuar një çështje të veçantë. Është i detyruar, kryetar. Nuk vët në diskutim këtu ngritjen. Gjithë debati i ngritur dhe i shqyrtuar nga jurisprudenca e gjykatës së kushtetuesës është në lidhje me objektin e këtij komisioni. Në çdo rast objekti, thot gjykata kushtetuese, nuk mund ngushtohet, zvoglohet apo të anullohet. Ajo që doni të bëni ju është ta anulloni atë, po jo duke diskutuar mbi objektin, por duke diskutuar mbi ngritjen ose jo të komisionit të kushtetuesës SQL. Tani do ju kujtoj diçka, zoti kryetar. Besoj ju keni qenë këtu në parlament në atë kohë. Jemi detyruar në 24 dhjetor të 2014. Më habit fakti se ju bënit paditurin sikur në procesin gjyqësor në Washington emri Edi Rama nuk është lakuar 13 herë. Por për opozitën çështja McGonigal mbetet një plagë e hapur që sipas Ali Berishës përfshin vetë kryeministrin Edi Rama dhe disa ish-ministra. Në sallë Berisha drejtoi gishtin ndaj ministrit të drejtësisë Ulsi Manja, duke akuzuar për përfshirje në afera korruptive. Po. Urdhë? Unë po të them ku i ke kostumet e Altin Hajrit. Të Altin Hajrit ku i ke? Se nëzorë është i lirë Altin Hajrit sot, me ardumanin tëmë dhe ke nëzirë të lirë Altin Hajrit. Po, ku e ke qatë dhe Louis Vuitton? Ku i ke 500.000 eurot? Ja pra, këto janë. Edhe në Vjenë thuhet se shkove ti, pastaj the ka shku e Tilda. Vjenë me McGonigalin, e akuzova unë, pastaj tha jo, ka qenë e Tilda, s'kam qenë unë Vjenë me te. Çfarë kostumë është vesh Ulsi Manja dhe çfarë kostumë është vesh Sali Berisha, hajtë t'i nxjerrim, sa bëhe jotja, sa bëhe imja. Shumica socialiste bëri të ditur se do të refuzojë edhe komisionin tjetër, ato për hetimin e përdorimit të burimeve shtetërore në zgjedhjet e 11 majit. Në minutat orën vim, kryetarin e partisë e keni këtu, bjerni emrat në komisionin e posaçëm të reformës zgjedhore, ne i kemi sjell emrat, bujrum sillin dhe ju emrat, prej nesër filloj puna, në komisionin e posaçëm të reformës zgjedhore, në fazën e parë të punës komisionit zhvilloni një hetim si ta doni hetimin dhe në fazën e dytë të vinë me propozimet. Ndërkohë, Berisha deklaroi se opozita nuk do të tërhiqet dhe do të përdorë çdo mjet për të zbardhur siç tha ai farsën e zgjedhjeve dhe abuzimet e qeverisë.